15 tetori shënon ditën ndërkombëtare të Shkopit të Bardh. Problematikat me të cilat përballen personat e verbër në Shkodër janë të shumta dhe nuk janë plotësuar si nga pushteti vendor ashtu edhe ai qendror, thot Ndoc Bjeshka, presidenti i shoqatës kombëtare të verbërve. Kemi shumë probleme të cilat ne nuk ne ka plotësuar shteti shqiptar dhe as bashkia në Shkodër. Ne kemi thënë disa herë, pushtetat e Shkodrës nuk janë të rregulluar. Nga territori me lanë makinat për të thuar, i bllokojnë ata se kam të verbër që kalojnë me karrocë nga territori. Kështu që kena probleme të tjera që ne kemi thënë disa herë për autobusat. Pra, ne na ulin për zhelësh në tokë edhe na i marrin paret me zort. Ne kemi bërë dhe denonësim. Si i kanë ullë me zërt, i kanë gjujtë edhe në grushta, e në shjelme i kanë qitë jashtë. Pra, plus kësajna, nuk ka vene për të nejtë kur në lën autobusi, pra janë të në stacionet e Shkodrës, mirë, 80% të pavënume të stere. Kështu që problemet tjera që kemi me bashkin, kemi ashtë shumë, sa kemi kërkuar disa herë takim me kryetarin e bashkisë, dhe deri më sot nuk na ka takuar. Edhe Artur Puka, kryetari i shoqatës Shpresë kundër verbërisë, ndalet tek problematikat e shumta që kjo shtres has, duke theksuar se kempi që marrin është i vogël për to dhe shoqëruesit, duke bërë jetesën të papërballueshme. Këto i bajthire në lidhje me pjesën e bllokimit të trotuarit, bajthire policisë vendore Shkodrës që të merret me pjesën e bllokimit që bëjnë motorat edhe biçikletat në trotuar, që na jena detyruar me liru rrugën se thot hap rrugën, tash na nuk e di se ku mund ta kena këtë hapësinë. Pra bashkia, policia mund bashkëpunojnë bashkë që na lirojnë këtë hapësinë që na e kena shumë të vështirë lëvizjen, se ne ecim me shoshnusa. Pagesat janë minimale. Janë një që nuk mund ta imagjinojmë një i verbër me marrë një pagesë kempit, 150.000 lek të vjetra, llogaritë të ashti si vetëm unë që po flas, kam gati 130-140.000 lek vetëm ilaçe. Sipas të dhënave, vetëm në bashkinë e Shkodrës janë rreth 1500 persona që kanë probleme me shikimin. Shoqata kërkon nga qeveria rikthimin e shërbimeve publike për të verbërit, rritje të asistencës, si dhe mbështetjet personave të verbër për të integruar në tregun e punës me pagë minimale.